operacioni stomakut me tendencë reduktimi obeziteti, ose thënë ndryshe kirurgjia bariatrike. Nuk e di nëse i përmbledh kjo kirurgjia bariatrike përmbledh termin e të gjitha tyre lloje ndërhyrjesh tentativash që janë bërë në këto 30 vitet e fundit pak a shumë me qëllim që të ndihmohen pacientët që vuajnë nga obeziteti morbid, pra nga një tejpesh e cila fillon dhe ndikon në metabolizmin e pacientit dhe përpasoj ka nevojë të korrigjohet dhe kur nuk i dilet me metoda të tjera, duke filluar nga dietat, nga terapit fizike dhe terapit medikamentoze, atëherë në një farë mënyrë është e nevojshme të drejtohemi dhe të mendojmë edhe për kirurgjinë dhe alternativat e ndryshme të saj. DJ XXL thotë që kemi rregulluar ushqimin, thotë, kështu që nuk do shkojmë ke doktori, por në fakt meqense më the për obezitetin, si mbase domethënë nuk mund ta përkufizoni ju konkretisht, po që ti të vendosësh që ky pacienti duhet të përfitoj nga kjo kirurgjia, kur e konsideron ti këtë personin kaq shumë obez? Le të themi që një BMI mbi 30 fillon të bëhet pak problem dhe veçanërisht konsiderohet për kirurgji kur obeziteti ka filluar të ndikojë në cilësinë e jetës dhe në cilësinë e funksionit të sistemeve të ndryshme të organizmit pacientit, tek sistemi kardiovaskular, tek sistemi endokrin, tek sistemi renal, dhe përpasoj fillon të bëhet i nevojshëm një korrigjim në mënyrë që organizmi të mos vuaj. Ndarja, kufiri ndarjes është veçanërisht i pa mirë përcaktueshëm dhe delikat dhe përpasoj një mesazh që do duhet të jepnim është që nuk ndodh dhe nuk duhet të ndodh që zhytemi te kirurgjia sepse dikush është disi i shëndosh apo sepse nuk i pëlqen vetja estetikisht. Janë disa parametra të cilat duhet vlerësohen, janë disa tentativa që dështojnë në rrugë të tjera më pak traumatike se sa kirurgjia për të mbrit me konsideru kirurgjinë. Në një farë mënyre mjekët e parë që duhet të shohin një pacient që mendon të vuajë nga obeziteti, me siguri nuk janë kirurgët, janë nutricionistët, janë dietalogët, endokrinologët, dhe vetëm në qoftë se tentativa të mirëfillta të tilla dështojnë, atëherë orientimi drejt kirurgjisë mundet me qenë potencialisht i vlefshëm.